E para përsa i përket regjistrimit, është vërtet që ka marrë shumë kohë, por nga ana tjetër duhet të keni parasysh që nuk është një punë e lehtë, për më tepër duke u nisur nga gjithë ajo rrëmuj totale që ne kemi gjetur në kandastrën e shtetit. Tani ka filluar puna për sëmbari, po bëhet gjithë regjistrimi, inventarizimi digital, pra i kompjuterizuar i tokës, me mbështetjen e Bashkimit Evropian, është pjesë e angazhimeve tona në procesin e antarësimit. Parashikohet të përmbyllet i gjithi si proces i digitalizimit deri në 2028, në ndërkohë që janë dy komponentë që duhet ndaj me ju. E para duket sikur s'ka të bëj me ju, sepse quhet paketa e maleve dhe ju jeni në fakt mes fushave, ku ne kemi bërë një hap të rëndësishëm për sa i përket pronësisë, duke ju dhënë mundësi të gjithë atyre që e kanë pronën faktike, por nuk e zotrojnë juridikisht, sepse nuk kanë dokumentat, dhe ndërkohë në ato teritore nuk e kanë pranuar 7501. Ndërkohë që ligji i ri që ne bëm 2020 kërkon shumë energji për të zbatuar, sepse nënkupton që të gjithë kufitarët duhet të bien dakord që të pranojnë që kjo është prona jote, dhe ka kufitarë që janë atje, ka kufitarë që janë në Amerikë, ka që përgjigjen, ka që s'përgjigjen, kështu që do marrë kohën e vet. Po ama ndërkohë, ne do të japim mundësi të gjithë atyre që duan të investojnë në këto toka, që me një dëshmi të Këshillit Bashkiak, pra të konfirmuar nga Këshilli Bashkiak, që po, kjo është toka e filanit, të hynë një marrëdhënie me shtetin, sepse ajo figuron tokë shtetërore, ta paguajnë 1 euro vetëm, të bëjnë investimin e tyre, dhe në momentin kur përfundojnë investimin, ta regjistrojnë si tokën e tyre. Ky është një proces për të kapërcyer gjithë llojet e pengesave që janë burokratike ndukje, po janë edhe ligjore. Edhe për mos krijuar konflikte të reja, se boll konflikte janë krijuar në vite nga rrëmuja që është bërë me prona. Tani, të njëjtin koncept ne duam ta shtrim tek toka e punuar